Sot është një nga ato ditët e trishta në Tiranë, sepse ka ndodhur një aksident shumë i rënd. Ku një drejtues i një autoboti që ndodhet atje ka bërë një aksident dhe ka shkaktuar vdekjen e një personi që tani në këto momente po e hypi në ambulancë. Situata është shumë delikate, kështu që dua të tregoj një sekondë se çfarë po ndodh. Normalisht në çdo ngjarje që ndodh në Tiranë ka shumë njerëz kurioztar. Nuk kemi çfarë të bëjmë kësaj situate, të gjithë na lojnë, na pyesin çfarë ndodhi, pse ndodhi. As nuk ja kam ide fare se sa i dëgjojmë te kjo video, se gjithë zona është mbushur me sirena, ambulancash dhe makinash policie. Do t'ju tregoj një moment shumë interesant, është momenti kur policia ka vendosur metrin, është ky momenti këtu. Dhe bën matje nga vendi i aksidentit deri te vendi ku ndodhet boti i ujit. Siç po e thoya, te kjo zonë është një moment shumë i trisht, nuk kam çfarë të shtojmë në kësaj video, shihemi prapë nesër.